Përshëndetje, në këtë video do të mësojmë se si m'ja hek backgroundin një logoje. Fillimisht për marrë drag and drop i kam zgjedh dy logo këtu, është logo e Apple e logo Adidasit. Shikoni, nëse kisha dashur këtë logo me përdor me një projekt, për shembull, pe krijoj një file new, pe konsiderojmë projekti mi pas dimensionet 800 me 800 piksela, 70 dpi, RGB color mode, më thonë, create. Edhe ta është për me thjeshtu shembullin, pe marrë kategorin këtu, pe krijoj një drejtkanç parafërsisht kështu. Okej, edhe po du me ndru në ngjyrën këtu me bu një ngjyrë pak më të mirë. Hajde këto për shembull parafërsisht kështu. Okej. Ta është këtë logon këtu, për marrë drag and drop e vendosi kënena. Shikone. Ta është unë po du që kjo logo me pas backgroundin e hack që me mujt me qitë këtu për me ngjyrën e verdhë. Po ta është për momentin kjo logo e ka backgroundin, nuk është PNG, do më thonë kjo është JPEG me background bardhë. Ta është i kemi do më thonë dy opcione që shmumi me hack backgroundin. Fillimisht sigurohemi që e kemi selektuar këto. Edhe shkomi te goma, shkurtesa me E, edhe marrëmi këtë gomën e tretë, Magic Erase Tool. Ta selektojmë këto, edhe vetëm pe heki backgroundin edhe këtë lajerin që ju me po ma mirë. Shikoni që ka background e bardhë. Ta kur e selektoj këtë gomën, e kam selektuar këto që bëdu me fshi këtë rast logon, edhe veç selektoj ngjyrën e bardhë. Shikoni, me një klik, kjo do të thonë e fshin gjithë backgroundin. Por pse e fshin kaq lehtë? E fshin lehtë për shkak se po kthena që mbrapa, për shkak se është kontrasti ngjyrës shumë i madh. Nëse i shkon backgroundi më i komplikuar me ngjyrat ngjashme me logon, atëherë i shkon më vështirë më fshi me një klik. Po në këtë rast është kontrasti shumë i madh edhe kjo fshihet lehtë. Për shembull, kisha mujt me fshi edhe kështu. Kliku këto, edhe këto, shikoni u fshi kjo. Me kthej se të lezëm mbrapa. Shikoni, me një klik po fshihet backgroundi. Kthena CTRL-Z. Opsioni tjetër është nëse e marr Magic Wand Tool apo W e kena këto, e selektoj. Kjo për dallim nga goma është se kjo nëse klikoj këtu, kjo vetëm e bën selektimin, nuk e fshin. Tash e selektoj delete, hanes do më thonë e fshin. Edhe në fund klikoj CTRL-D apo select e kemi deselect. CTRL-D, për momentin që kjo që është me qëtu vijat e ndërpreme, konsiderohet që është select M, nësa klikomi CTRL-D apo select këtu deselect, kjo e bën deselektimin. Më thonë edhe kjo është një metod, po kjo me gomë është më e lehtë, sepse s'kemi nevojë, do më thonë veç klikomi edhe fshi. Tash përshkoj te Move Tool, apo me shkurtesën V këtu në alt, me shfaqi formën që e krijova edhe backgroundin, tash shikoni, e marr logon edhe qërë e zbukloj në mënyrë proporcionale, qërë tash logo e ka backgroundin e hacked. Po përveç sajna, nëse tash du m'ja ndru ngjyrën nëne, muj duke e selektu normal, që sana që du m'ja ndru ngjyrën këtë rast që logo, e kom selektu me këto, e klikoj efektet Color Overlay, shikone tani ka mundësin me i bo qëfar të dush ngjyrë. Këtë rast për zgjedi, që nëse dal me këtë, kur e kam këtë dritarën këtu të hap ngjyrës, nëse shkoj këtu ngjyrë, muj me marrë ngjyrat me pik, kështu e zgjidh ngjyrën. Në këtë rast unë e zgjidha ngjyrën e njëjtë kësaj, edhe përshkoj qëtë në anë veç për bëj më të mbëllë për shembull kështu. Okej. Nuk kjo është një metodë që shmumi m'ja ndru ngjyrën dhe m'ja prej backgroundin një fotografisë. Peki këto X, këto pelo, muj me shku edhe file open për shembull, me zgjedh fotografinë ku e kam për shembull këtu në desktop, e kam Adidas, apo muj me bu edhe këto drag and drop. Shikoni, e lëshoj këtu dikon, jo mbi këtu dikon. Tash edhe kësajna më mja bu premje. Nëse kemi kësi raste, klikomi 2 herë, për momentin kjo ka lock këtu, e ka mbyllt me dry, klikomi 2 herë, na pyet kjo, okej, i heko dryrin, tash të kemi të editueshme. Pra po shkojme ose më me shku, do të thonë, është kjo goma, po ne do të me shku me zgjedh gomën e tretë këtu, Magic Erase Tool, edhe klikoj tap, ja fshiti backgroundin. Po kjo ja fshin backgroundin jashtë këtu me shojna, kur ka kësi shojna që kanë me hapësirë si përsha aja këtu, që e rritmi tash me zoom, shkomi këtu, e levizje, këtu, edhe të më thonë i prejta, ose ja heka ngjyrën se cilës të njërë ndamas. Me marrë këto,
te Move Tool, e bëj drag and drop të kjo hapësira, shikoni tani edhe këtë muj me vendos, pesvogloj gjithmonë në mënyrë proporcionale prej qoshit tu, rafërsisht me bëjnë qëto dimensione, okej. Ndërsa, tash po duhet dhe kësa na vjen në ngjyrën, po du më jamon ngjyrën si kjo. Kështu që, e shkoj te efektet, color overlay, e marrë ngjyrën. Në këtë rast, kjo ka ngjyrën e njëjtë që e ka rujtë herën e fundit, po ne kisha mujt më jamon ngjyrën duke kliku, tap këtu, okej. Edhe tash kjo është ngjyra. Do kjo ishte një video e cila na sqaron apo na mëson qysh me ja pre backgroundin një lloge. Kjo vlen njëjtë edhe për fotografi tjera.